e vrau dhe e varrosi, po ai mbeti gjallë përkohësisht për shkak gjykatës kushtetuese. Në rastin e Belinda Ballukut ndryshon çështja sepse unë mendoj që për herë të parë kemi një tentativë SPAK-ut, e quaj tentativë sepse akoma kjo çështje është e papërfunduar dhe për sa kohë nuk e prova bindse që kësaj çështje drejtësia do të shkojë deri në fund, them akoma tentativë, që këtë herë SPAK-u e nxori këmbën nga rrethi që i kishte vizatuar Edi Rama. Pra Edi Rama duket sikur mbron Belinda Ballukun, në fakt mbron koshën e basketbollit që ka ke zyrë e tij, të cilin do duhet ta çmontonte nëse SPAK-u i mbrin para dhom. Pse e them këtë gjë? Sepse po pra për herë të parë SPAK-u po heton ka dhe i papagall. Papagalli s'prish punë se ka gjithë partin papagall, po e zëvendëson. Çështja është që këtë radhë po pra për herë të parë SPAK-u po heton procedurat e tenderimeve që kanë qenë thembra e akilit e korrupsionit e qeverisë Rama. Pra Belinda Balluku nuk po hetohet as për pllakat e banjës, as për të brendshmet, as për teshat, as për shtëpitë. Po hetohet si numri 2 i qeverisë, e cila ka ndërhyrë drejt për drejti në shkeljen e barazisë së shtetasve në tendere. Çfarë do të thotë kjo? Në përkthyer ndryshe. Kjo do të thotë që Belinda Balluku me porosim, urdhrin apo bashkëpunimin e kryeministres, se s'mund ta bëjë ndryshe, ka marrë qindra milionë euro fonde publike dhe i ka trajtuar ato si ti ketë pasur të gjyshit të ndjerë. Dhe si pasojë, pra kjo është ajo që unë e thosha vazhdimisht një kritikat e mia ndaj SPAK-ut. Çfarë ndodh? Këta bëjnë korrupsion, pra vjedhin, që këto para, siç ishte 5D-ja me radhë, ti fusin për të vjedhur votat. Dhe çfarë bëjmë? Belinda trukon tenderat, del zgjedhjet lokale Dibra 17-0, qarku. Pra merr të gjitha bashkitë e veriut. Por si ka mundësi? Po ka mundësi. Me aq lek dhe me ata njerëz që ka shkon në Fier. Befason dhe Edi Rama, merr 12 mandate. Po, si ka marrë këto? Dhe është fare e qartë, po të shikojmë vlerën e tenderave, qoftë këtë tuneli, po marrën 2 të fundit, qoftë 3-4 segmentet e fundit të unazës së re, që në total, se na duken kështu janë 450 milionë euro, që janë tenderuar sipas shefit këtyre. Dhe ne kemi parë cilësinë e rrugës, po s'po hyjmë asaj. Pra kjo është arsye pse Edi Rama këtë radhë nuk e ka aq lehtë që të thotë që shiko. E mbani mend fjalimin aty që tha, shiko tha. Ka disa njerëz që janë bashkangjitur